Dikush nga ju më kishte shkruar një koment për të bërë patatet e kuqe, t'i bëjë si snakë, siç kisha bërë një herë karotat. Edhe thash pse jo të mos e provoj, edhe bra shumë mirë që provova se ishin aq të shijshme. Nuk e mbaj mend se kush ishte që më kishte shkruar komentin, po ta falenderoj shumë për këto ide që më jepni, edhe nëse keni dhe ide të tjera mund të më thoni, edhe unë t'i realizoj, edhe në qoftë se më pëlqejnë, edhe të mos më pëlqejnë, s'ka problem fare. Puna është t'i provojmë çdo gjë, që ashtu se kuzhina nuk ka kur kufi. Mund të bëjmë shumë receta të ndryshme, edhe na pëlqejnë, s'na pëlqejnë, s'ka rëndësi fare. Duhet t'i provojmë gjërat. Tani siç mund të shikoni, unë këtu patateve u hodha nga të gjitha këto erëzat, edhe hudhër, dhe krip, dhe rigon, dhe piper, të gjitha, tamerik, edhe në fund u griva një çik djath kaçkavall nga lartë, parmezan ishte, nuk e di se çfarë djathi ishte, nëse nuk ka rëndësi, djath të verdhë mund të grini çfarë të doni. I vura që të piqen, edhe shikoni se sa të mira që dolën o njerëz. Po kishin shumë shije të mirë, edhe unë e hengra gjysmën e tepsisë vetëm, se janë edhe të shëndetshme. Çka këto asgjë.